Të dashur shqiptar, një nga personat që më pyeti për familjen e tij se nga vjen mbi emri i familjes, më thotë që emri i familjes është Vrioni. Dhe çdo të thotë kjo në gjuhën ilire. Dhe unë i shpjegoj atij që fjala Vrioni vjen nga greqishtja vrion, do të thotë pistili i lules, ka dhe kuptimin e myshkut të pemës. Është origjina e fjalës embrion. Tash kjo është shumë e rëndësishme. Jo vetëm që është origjina e familjes Vrioni, është emër grek. Por kjo fjalë është përdorur për të hequr emrin e qytetit më të lashtë i lirë, Gardhiki. Është zvendësuar emri i bukur i lirë Gardhiki, që vjen nga Gardhike, emër i gjinisë femërore në dialektin e Atikës, e do të thotë si gardhi, fjalë për fjalë. Dhe çfarë tregon kjo fjalë? Që shqiptarët kanë banuar në Greqi që nga shekulli i parë i erës sonë, sepse në shekullin e parë të erës sonë, pra pashtesa Ike, që është në dialektin e Atikës, është bërë Iki, kështu shqiptohet. Pra në gjuhën ilire dhe në atë helene të lashtë kjo ishte Gardhike dhe është bërë Gardhiki. Zbulimi im, askush nuk di asgjë për një gjë të tillë, sepse shqiptarët janë mahnitur nga studja e etimologjisë, e cila shëmton gjuhën shqipe, përpiqet të nxjerrë fjalët e shqipes, por edhe të greqishtes nga fjalë njërokshë. Kjo është një ide shumë e çmendur dhe idiote. Domethënë, ti je monosilabik, një qelizor dhe të shfrytëzosh ignorancën e njerëzve pa shkollë, duke e ditur shumë mirë që fjalët në gjuhën shqipe nuk janë njërokshë, kanë mbaresa. Emrat lakohen dhe foljet zgjedhohen. Pra ajo mashtron njerëzit ignorant, që janë 99% të shqiptarëve në mos 100%. Për fat keq. Njerëzit kanë filluar të edukohen mbas filmave të mi që fillova në vitin 2020 të shpjegoj shqiptarëve që nuk ka fjalë njërokshë në gjuhën shqipe. Dhe emri Gardhiki vjen nga fjala gardhi, emër mashkullor në gjuhën shqipe. Gjë më bukur është se ky emër është regjistruar në ato shiritat e Dodonës, Gardhi, por me D. D-ja kthehet në dh, të dashur shqiptar, në gjuhën helene, por dhe atë shqipe, sipas dokumentave, midis shekullit të 4 dhe shekullit të 10 të erës sonë. Pra nuk ka një datë të saktë, por D-ja është bërë dh në fund të temës së fjalës vetëm në shqip dhe në greqisht. Pra Gardhiki ka qenë Gardi ose Gardos në gjuhën ilire. Nga diun këtë, sepse në këtë mënyrë shqiptohet në gjuhë slave. Ka kuptimin gardhi gjithashtu në të gjitha gjuhët slave dhe është origjina e emrit Gordion, kryeqyteti i perandisë Lidiane në Azinë e Vogël. Dhe është regjistruar që nga shekulli i 11 para erës sonë me fjalë shkronja sumere. Është përdorur alfabeti i sumerëve për të shkruar fjalët lydiane. Kaq e lashtë është fjala Gordion ose Gardhi, kryeqyteti i lidianëve. Dhe në Greqi, të gjitha qytetet e lashta ilire quhen Gardhiki ose si Gardhi, të rrethuara me gardh. Këto qytete imitonin qytetet e Babilonisë. Ishin të mbushura me kopshte me pemë nga mbretërit ilir, spartan, quheni Sidoniu, dhe kishte pra kopshte brenda qytetit. Prandaj quhen Gardhiki. Në greqisht shpjegohan pikërisht emri Gardhiki, është ndruar ky emër në greqisht në vitin 1927 në Anavrito. Çdo thot Anavrito, do thot i lulëzuar, nga folja vrio, që ka ardhur nga iliro helenishtja bryo, do të thot lulëzoj, shpërthej, fryhem, mbushem, me lulëzim.
Grekët e kanë përkthyer fjalën gardhiki, lulëzimi i kopshtit, në anavrito, është origjina e emrit Vrion, e familjes Vrion, që është krijuar nga Vrio. Ç'tregon kjo? Që emri i familjes Vrion është i vonë, sepse ky shqiptim është regjistruar në gjuhën greke në shekullin e 15. Atëherë është krijuar familja Vrioni. Ka marrë emër grek. Por janë shqiptar që kanë banuar në qytetet Gardhiki, kudo në Hellad. Ky është një zbulim kaq i madh dhe po ta keni vënë re, mediat shqiptare nuk duan të vërtetën sepse ato kontrollohen nga qarqet greke dhe nga Kisha Ortodokse. Nuk duan grekët që të dali që Hellada e gjitha ka qenë e banuar me Ilir, me Alban. Dhe e përdorin shtëpinë botuese Toena dhe Dodona për t'ju ambushur mendjen shqiptarëve që ne jemi pellazg. Grekët neve na kanë ndryshuar identitetin mbas vitit 1992, kanë shkuar dhe më tej, të njëjtën gjë që kanë bërë në Greqi, kanë hequr emra të lashtë alban të njerëzve të bardhë me emra grek mbas vitit 1927. E regjistruar kjo në dokumentet greke. Të njëjtën gjë po bëjnë në Shqipëri me një ligj të miratuar nga Partia Demokratike kur ishte në pushtet, të shkruar këtë ligj nga Sali Berisha dhe Edmond Spaho ish ministër i turizmit. Që të dy ata përpilojnë këtë ligj dhe miratohet shpejt e shpejt nga demokratët që janë një lloj si socialistët. Çfarë të thot udhëheqësi ata bëjnë? Po të thot ai hidhuni në det, ata hidhen të gjithë në det. Domethënë nuk e përdorin as trurin e vogël, që truri i vogël përdoret për të marrë frym, për të dalë jashtë, domethënë për gjërat fizike të trupit, jo për të menduar. Ata as trurin e vogël nuk e përdorin, pa urdhrin e udhëheqësit të tyre. Kjo ndodh me njerëz shumë primitiv, të pa shkollë. Pra po të kesh një diplom, nuk do të thot asgjë. Po të kesh doktoren në Shqipëri, po të marrësh doktoratur, nuk do të thot asgjë fare. Asgjë. Ti nuk di gjë, ti nuk di gjuhën greke. Si mund bësh ti shpjegimin e fjalëve në gjuhën e lashtë ilire? Ti nuk di latinisht. Si do të bësh shpjegimin e fjalëve nga gjuha latine në Shqip? Ti nuk di turqisht. Si do shpjegosh fjalët që kanë hyrë nga gjuha turke në gjuhën shqipe? Ti nuk di gjuhën serbe. Si do shpjegosh ti origjinën e fjalëve që kanë hyrë nga gjuhë slave në gjuhën shqipe? Atëherë, të paktën hap fjalorin dhe në fjalor shkruhet që vrion vjen nga vrio, që është shqiptim modern i fjalës së lashtë ilire bryo, fryhem. Në fakt, fryhem bëja është bërë PH në gjuhën shqipe, tani e gjeta. Fryhem dhe fry është një lloj si bryo. Gjatë regjistrimit të filmit Pra të Zot, ju betohem gjeta fjalën fry, do ta shtoj në fjalorin e gjuhëve indoeuropiane. Pra, fjala fry e gjuhës shqipe është krijuar nga aspirimi i bës, që është e zëshme në shqip u bë e pazëshme. Por kjo ndodh vetëm në gjuhën greke, pra ka ndodhur dhe në gjuhën shqipe. Fjala fry është një lloj si në gjuhën greke ilire bryo. Çmenduri. Pra, anavrito, shpërthejnë lulëzimi, është përkthim i keq në vitin 1927 i qytetit Gardhiki, qytet alban, jo pellazg. Fjalën pellazgji ju a ka futur në kokë studja e etimologjisë, e cila nuk e ka lexuar fare Odisean, ka lexuar vetëm Iliadën të përkthyer në shqip. Keq. Me gabime. Dhe 5000 fjalë të Iliadës nuk i kuptojnë as grekët vetë, është përkthyer vetë Iliada në greqisht, në shekullin e 20 nga një arvanitas. Pra, ju lutem, merrini të gjitha librat e Sudes dhe hidhini në zjarr, se ajo që bëri Sudja gjusë shqipe, Sudja
tjetër ja ka bërë ekonomisë shqiptare, firmat piramidale. Sudja, që është ambasadore e doktorit Sudja, e dini ju apo jo? Edhe kjo Sudja e dytë ambasadore grekërve është, që ta dini. Ju falemnderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Vrioni, mirupafshim.